Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakoheni sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë së bashku lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Në këtë minutash dua të flas për një dyshe që gjithmonë na kanë dhuruar dashuri, që gjithmonë na kanë dhuruar vëmendje, që gjithmonë na kanë bërë që ne vërtet t'i duam edhe t'i duar trokasim. Flas për Heidi Bacin edhe Romeo Veshaj. Romeo Veshaj së fundmi ka qenë pak aktiv në Instagramin e tij, do me thënë Romeo nuk është një personazh publik dhe të luaj rolin e influencerit. Në qoftë se nuk ka diçka për të hedhë, Romeo nuk e hedhën në përjetës sociale, do me thënë është pak selektiv në këto gjëra, nuk hedhën gjëra të kota, e kupton mirë se çfarë hedhën dhe e bën veten e tij që në momente të ndryshme kur hedhën diçka të komentohet. Lëvizjet e fundit dhe historitë jo të ndërtuara mes Romeos edhe Heidit kanë bërë që të ngrihen në këmbë publiku dhe të dyshon në fakt në këtë marrëdhënie. Ka patur dyshime të mëdha. A është vërtet Romeo dhe Heidi të hidhëruar? Apo vazhdojnë të jenë në një lidhje, sepse gjithçka postojnë në përjete sociale, por nuk postojnë një histori tjetër dashurie. Nga që jemi mësuar kur një çift ndahet, sidomos personazhe publik, mund të krijojnë një nismë tjetër, mund të krijojnë një histori tjetër, do me thënë janë bërë vite dhe Heidi dhe Romeo nuk kanë krijuar asnjë gjë, thjesht do me thënë janë duke ndjekur rrugtimet e tyre. Kjo gjëja ka ngritur edhe dyshime se si qëndron fati i tyre. Unë mendoj që Heidi dhe Romeo, dhe nga informacione që unë kam arritur të siguroj, nuk kanë një lidhje apo nuk kanë një komunikim të dy së bashku. Ato vazhdojnë do me thënë të jenë të ndarë. Kam kuptuar që Heidi ka një lloj ndjesie, ka një lloj emocioni për Romeon dhe nuk mundet dot që të largohet nga ai emocion, do me thënë nuk mundet dot që të ikë nga ai emocion. Gjithashtu dhe Romeo ka shumë ndjesi dhe ka shumë ndjenjë për Heidin, gjë që në fakt e bën që të jetë i bekuar në këtë gjën e tij dhe unë e shoh që mund të ketë një diçka, po që ka një rikthim nuk ka, por shoh që Heidi akoma vazhdon ta ndjen, kam arritur të gjën ta kuptoj dhe nga lëvizjet dhe nga poezitë që Heidi do me thënë hedhën për poezitë të cilat i shkruan vetë, por në fakt që kanë, siç duket, kanë një vend motivi që motivon, do me thënë kam parë shumë gjëra që realisht e bën që çifti vërtet të jetë në ndjesi dhe vërtet të ketë një lloj emocioni. Dua të marr mendimin tuaj se çfarë po ndodh me këtë dyshe. Pse nuk krijojnë një lidhje dashurie, mos vallë kanë një premtim brenda vetes.